dy palët tani u gëzuan shumë që Trumpi kishte bërë këtë veprim. Si shpjegohet kjo gjë tani këtu? Kur Amerika, unë po revokoj një ngjarje nga historia, kur Shtetet e Bashkuara sulmuan Irakun, ne i shpallëm luftë Irakut. Edhe ambasadori danez bëri një darkë ku ftoi disa ambasadorë dhe ishte edhe kryeministri i kohës Nano aty. Edhe i thot ambasadori danez, i thot, zote kryeministër, i thot, a e keni parasysh, i thot, që jeni duke i shpallur luftë një vendi, që nipat e tyre nesër dhe nipat tuaj nuk do dinë si të përgjigjet për çfarë arsye ja keni shpallur luftën këtij vendit. Edhe Nanoja i thot, populli shqiptar, i thot, është plotësisht i vetëdijshëm në dashurinë e tij për Shtetet e Bashkuara dhe asja ka haberin që i ka shpallur luftë Irakut. Kjo është edhe kjo puna e kësaj që neve jemi me Amerikën, së rëmbeu Maduron e asje. Të dy palët. Edhe pse ata ka shpallur dhe doktorin. Non grata, edhe të tjera që s'ka lënë, Ne gjithmonë me si Amerikën. e mendon? Ka një proverb bukur afrikan që thonë, edhe kur bëjnë dashuri, edhe kur zihen elefantët, ai që vuan është bari. Bari e hathoti. Tani problemi është që Se edhe shkelet edhe... do të ketë dikush që t'i thotë kësaj zonjës. Tjetër që kur zihen atlarët shelmat i han gomarë. Do të ketë dikush zgjuar aty brenda që t'i thotë zonjës, ne nuk jemi nga elefantët. Po. Dhe tregohu modeste, nuk mund t'i bësh thirrje botës të mbështesin Shtetet e Bashkuara ti, një vend super i korruptuar, që e ke mbuluar nga krimi, që i vjen zgjedhjet ke 3 herë rresht. Kjo mua mu duk sikur ishte kështu një moment, shqyqy që na erdhi rasti themi diçka, jemi me ty zoti Trump, bëj çfarë dush me botë, apo do na lënë në pushtet se ne jemi si madhu. Dy palët. Unë Ne do vej në surel tua ti këta, jo. Shqipëria nuk mund të... Do vi Trumpi në surel tua, po? E them pastaj. Si e këtu? Është ta marri. Shqipëria nuk mund të jetë pa qëndrim, se ne po bëjmë një emision këtu po mbajmë qëndrime, kush mendon dikush që s'duhet të ketë qëndrim, qeveria dhe shteti shqiptar në Shqipëria do ketë qëndrim. Bile Shqipërisë, për mendimin tim, në këtë rast, jo dini qëndrimi që ka mund ndaj qeverisë, se kemi folur këtë shpejt. Bëri mirë, thua ti. Po, i bën nder Shqipërisë që bashkë me Italinë ishin 2 vendet e para që u shprehen. Sepse edhe qeveria italiane ishte u shpreh njëkohësisht pak a shumë. Jo, dakord më. Dhe qeveria italiane pak a shumë pati një qëndrim të ngjashëm. Që edhe Corriere della Sera, që është një pro-qeveritare, pro-amerikane, tha si ka mundësi, tha një qeveri sovraniste, tha bashkohet me një goditje sovranitetit të një vendi. Po, nëse kriticizëm mund kesh, edhe tek ne ka kriticizëm. Jo, unë jam shumë dakord me qëndrimin e zonjës Spiropali edhe me gjë. Po flasim për... Po, një qik me frena dorë, kur ta mbante një herë bëja, pastaj ta mbanim ne. Dy fjalit ke qenë dhe dy qedhi dhe... Jetë militante në marrëdhënien me SBA-n, është normale tani se jo vetëm për shkak të vulnerabilitetit qeverisë. Për shkak se ne jemi një vend i vogël dhe në këtë botë tani ku për çdo gjë po bëhet xhungël, ne na duhet patjetër që të kemi mik një nga elefantët që përmendi. Kështu që këtë qëndrim, po duhet pas pak me fjalët kujdes, se këtu është parimet demokratike në këtë rast, për shembull nuk hyn fare atë sekundi. Nuk ka asnjë parim demokratik që shpjegon atë që ndodhi. Të thuash sigurim dakord, po parimet demokratike ç'pun kanë? Kjo të regon se sa vlerësime kanë këta për parimet demokratike. Natyrisht që ka një... Se shefi zonjës parë një 8 vjetës që thonë të Trumpit është fatkeqësi e madhe për botën dhe për Amerikën. Njeriu ndryshon më nuk ka nevojë. Njeriu ndryshon më. Ka nevojë për linjë politika jashtme, më nuk ka nevojë për gjuhë të lidhet me situatën, me marrëdhënie. Parimet demokratike për të bërë qefin më shumë se sa duhet. Po, militantizëm total. Një vend i vogël dhe servit kemi ne dhe mund të jetojmë ndryshe, dakord. Por, tu është, mos përmend parimet demokratike se të duke sikur tallesh në këtë rast, se sta beson as Trumpi. Po e pa. Jo, aty shkon, bile ata shkasi dhe me demokracinë. Hajde. Që ka priorizuar çdo pushtet, jep komandashtypi nga bordi i avionit, se do niset avioni edhe që... Zoti Kedhi në përmbyllje. Makroni nësë për shkon qëndrimi, shkon rrugë. 2 gjëra shumë shkurt, natyrisht që çdo qeveri ka drejtë të ketë qëndrimin e vet. Se po na bëjnë shënime dhe që zoti Trump duhet të mbaj shënime që të folim dhe ne. Edhe nga këtu që punojnë brenda. Edhe ndonjë që ndash, po. Vazhdo.
Çdo qeveri është në të drejtën e vet të mbajë qëndrimin e vet, po mirë do ishte të dinim ku është kryeministri shqiptar, që as është prononcuar, as e ka parë njeri prej disa ditësh, dhe mirë do ishte që qeveria shqiptare të dëgjonte sugjerimet edhe të ngarkuarës me punë në ambasadën amerikane për të luftuar kartelet e drogës, krimin transnacional, korrupsionin e tjerë me radhë, të cilat e ngarkuara me punë në çdo takim me zyrtar të kësaj qeverie i thotë, madje edhe me përfaqësues nga Ministria e Arsimit dhe Shëndetësisë arriti të gjente një mënyrë për të përfshirë kartelet në deklaratën e saj, aq problem është dhe mua më duket se ne jemi aty ku ishte Venezuela para 6 muajsh, për sa i përket këtij presioni pozitiv sërish për ne shqiptarët që po vjen nga kjo administratë amerikane për të luftuar kartelet e drogës. Për sa i përket qëndrimit Partisë Demokratike, unë mendoj se ka qenë shumë i qartë, asnjëherë nuk e ka thënë asnjë përfaqësues i PD-s që këtu po presim të vinë Forca Delta me helikopter të marrin kryeministrin, përkundrazi është thënë që në këtë moment ku dhe ky muri padukshëm diplomatik që ka rrethuar Shqipërinë për shumë kohë është shëmbur dhe ndërkombëtarët janë ndërgjegjësuar për bëjnë presionin e tyre, shqiptarët duhet të ngrihen për veten e tyre në radhë të parë, të mbushin sheshet ashtu siç ndodh në Serbi, në çdo vend tjetër, në mënyrë që të rrisin presionin nga brenda. Mbushja e shesheve është përgjegjësi e atyre që dalin dhe majnë përsi për këto punë, se ti po bën thirrje tani, se unë të kam thirrur jo si përfaqësues të opozitësore, si drejtor ekzekutiv i Institutit Konservator Shqiptar. Çka probleme që qëndrimi i opozitës ka qenë gjithmonë do jenë shqiptarët që do ta largojnë. Qëndrimi i opozitës është që të mbledh njerëz në qeveri teknike dhe të rrëzoj qeverinë. Që kush e përmendi këtu vetë ky djalë përmendi këtë aktin e Kongresit Amerikan para 2 muajve. Po, ai e është i vjetër, i preç dhe është qëndrimet e një SBA-s. kongresmeni amerikan, nuk është e nisur për Qëndrimet e SBA-s. opozita, po përpiqet të bëjë një shfrytëzim të gabuar të një gjë që ka shumë kohë. Një kongresmen amerikan ka kërkuar e tjera e tjera. Është temë tjetër kjo. Është përfshirë në dekretin e sigurisë kombëtare. Projekti që kanë dorëzuar kongresmenët është përfshirë i gjithë siç ishte në duhet ngritur zoti Kelly, duhet ngritur shqiptarët të luftojnë për të drejtat dhe pushtetin e tyre. Nëse do ndrohet, do ta ndrojnë këtu. Kështu me shkuarje në Surrel, inshallah bëhet dhe kështu, po duhet të flisim me Trumpin. Të vi Trumpi ta marrë. S'kemi ti preçe, mbyllet i tani. Unë i dhash fjalën e fundit atij tani. Unë do të sqaroj një gjë, se u tra pas. Po jo, po s'kemi, ore ka disa gjëra mbeten. Qëndrimet amerikane në Shqipëri janë adresuar tek Spaku, lere tjerat janë pastaj muhabete kot. Ja Spaku. Këto qëndrime edhe të Kongresit i adresohen si udhëzime, qëndrime ku do të jetë Spaku. Tjerët janë subjekte. Në Shqipëri, tjerët janë subjekte. Në këtë moment, të gjithë janë subjekte. Tani të nderuar të hetimit. Të shikues, kemi këti përfundimisht të them faleminderit. Faleminderit ju për ftesën. Falenderoj shumë. Faleminderit, do të jemi herë tjetër bashkë. Tani, sigurisht që ne jemi një lokalitet, si tu është, si shtuaj në kohë më përpara, dhe mos habitet e ndonjëri rëndësishëm, që punon ndoshta edhe këtu në televizionin tonë, mos habitet që po kur ndodh një ngjarje shumë e madhe, ne e marrim atë dhe sipas lokalitetit tonë flasim edhe ne. Në lokalitetin tonë shpërshtypje dhe ç'ndikime mund të sjellë një ngjarje shumë e madhe në fshatin ku ne jetojmë. Dhe përfundimisht duhet të themi që ligji ndërkombëtar, me që kuptojme, asë kuptojme dhe ne që këtu, po që lexojmë shtypin e botës, rendi botëror, gati po bie ky rend që ka qenë deri tani, demokracia liberale shumë e rrezikuar dhe në vendin tonë s'ka qenë asnjëherë, dhe në Ballkan. Demokracia liberale nuk ka qenë. Po ajo është e rrezikuar tani dhe përshembet dhe në pjesën tjetër, dhe në ende jo ndoshta në vende të tjera u shpik së pari. Britania po vendet të tjera, evropianë janë ata preç. Evropi e bëri demokracinë liberale dhe pastaj e morën dhe pastaj është bota që bëri Amerika, botë e madhe, dhe ne me Amerikën jemi sigurisht lokaliteti ynë, tani është me Amerikën dhe do vazhdoj të jetë pavarësisht nga të gjitha këto. Por ligji i zhunglës tani ka dalë si ligj kryesor. Është real politik, nuk është ligj. Jo, nuk është. Është real politik. Real politik. Real politik. Nuk është ligj.